keni thumbuar shumë kohë të fundit Aulona, mirë se erdhe. Nuk e prisja nga ty, kështë prisja diçka më të butë. Më pëlqen, kur më kapin të papërgatitur. Mirë se erdhe, kënaqësi shumë e madhe të kem, të kam pritur për shumë kohë, ndër të paktën personazhe. Ashtu po. Të kam ftuar që shumë kohë më përpara, nëse e mban mend. Patjetër që po të lezeton më shumë kur të lëkshën në pritje. Ashtu. Kështu do të edhe me të ftuarit e tundi. Po, në fakt, kur ka personazhe që ti do shumë edhe për arsye të ndryshme nuk vin dot, është kënaqësia më e madhe kur më në fund arrin ti marrësh. Po, edhe për mua është kënaqësi shumë e madhe që jam këtu, sepse ti e di që më pëlqen shumë emisioni yt, formati, më pëlqen ti edhe ta mbyllim me kaq se edhe u velëm. Ti më tepër të shkora i thumbi, kështu që Po në fakt edhe brenda thumbit unë dhe Fatma kemi ndarë paka shumë rolet. Fatma është ajo që është e keqja, ndërsa unë jam ajo që jam e mira, edhe kur unë them gjëra të mira, njerëzit edhe i presin, ndërsa kur i thot Fatma pastaj aty surprizohen komplet. Si po shkon thumbi tek ABC News apo jo, jeni transferuar tani? Po, tashmë prej një muaj pothuajse jemi në ABC News, çdo të shtunë në orën 6. 18, po. Që ti deri në orën po, ti jemi korrekt deri në orën 19. Shumë mirë. Shumë e kënaqur. Sezon shumë i mirë, filloi shumë puntatën e parë me gjëra shumë të mira, me zhurmë. Ka qenë mos gaboj puntata me Çiletën ka qenë? Po, puntata me Çiletën që bëri zhurmë, ishte ajo loja që ne shumë e goditur. Pikërisht për të bërë pak zhurmë, përveç kësaj, pastaj pjesa më e rëndësishme e emisionit ishte dhe intervista me Barbana Dinin, e cila fliste për herë të parë që mbas tragjedisë që ndodhi me humbjen e Ergit, kështu që ishte një puntate mirë. Na emocionoi edhe na dha atë që prisnim në fakt. Është punuar shumë sepse donim që të dilte vërtet diçka e bukur pikërisht sepse ishte një temë shumë delikate. Ka patur ndonjë ndryshim në sensin si strukturë thumbi, tani që kaloi nga Top Channel në ABC, ka patur ndonjë ndryshim? Po, pak të vogla, për shembull ne nuk është më pjesa e newsroomit që ne kishim bashkë me gazetarët ku diskutonim lajmet e javës. Ajo pjesë nuk është, tani jemi vetëm unë dhe Fatma në studio. Kjo është ajo që ka ndryshuar, këtë ndryshimi më i madh. Pastaj vazhdon të jetë pak a shumë e njëjta strukturë, ashtu siç jemi mësuar tani dhe na pëlqen ajo strukturë. Nga thumbi në Top Channel, pastaj nga thumbi në YouTube, se ka akoma njerëz që bëjnë krahasimin me thumbin në YouTube dhe thonë që po ne na pëlqen shumë ai formati, po ai është komplet tjetër gjë. 5 minuta, 6 minuta maksimumi, format që televizioni nuk e pranon dot. Përveç të faktit që është bërë një emisioni mirëfill showbizi edhe nuk është se janë vetëm opinionet e mia dhe të Fatmës apo thumba tanë, që ne patjetër i lëshojmë, po pak me lezet tani, më ëmbël, po pse mos ndoshta vjen kjo pjesë për shkakun që ju tani më me këta personazhe të njohur jeni bërë në një farë kuptimi edhe miq, dhe nuk mund t'i thumboni aq kollaj. Ndodh kjo gjë në fakt? Patjetër që ndodh edhe kjo gjë. Fillimi ishte ndryshe, ne ishim edhe më të reja, e mblodhëm mendjen që nuk do merrnin parasysh asgjë, edhe nëse na telefononin, edhe nëse na kërcenonin, ne do ta bënim deri në fund, do ta çojmë deri në fund misionin ton. Tashmë duke qenë një format showbizi, jemi përpjekur që gjërat t'i nxjerrim nga vetë personazhet. Ne ta themi opinionin ton, ta themi edhe me lezet, si për shembull një rast ishte intervista Beatrix Ramonse për shembull, që nëse ne në thumb të thoshim që në thumbin e vjetër të YouTube-it do thonim që Beatrix e ka pas të lehtë se ja ka hapur rrugët tezja vet Alberia dhe i ka arritur gjërat në çik më mirë. Këtë gjë ne e tham prapë, e tham Beatrixës drejt për së drejti dhe ajo e mori me qeshur dhe e kaloi me sportivitet, kështu që prandaj them, në thelbe nuk është se nuk i themi me gjërat, por i themi në sy personazhit edhe pak më ëmbël. Ndonjëherë ai vetëm mos ta kuptoi që ne në fakt po e thumbojmë, me ne ta marri kështu. Po që po është aty për të kapur thumbat tuaj që nga koha e YouTube-it. Në atë periudhë kur ju e nisët si projekt ti dhe Fatma, e mendoni që do të arrinit kaq shumë me këtë projekt? Po, me thënë të drejtën. Këtë dëshironim, për këtë punuam shumë fort edhe ishim sigurta që do t'ja dilnim. Nuk na kanë ardhur gjërat rastësisht, përpara thumbit në YouTube kemi punuar shumë, e kishim ideuar, strukturuar tamam siç duhet, që mos ishte një fluks sapuni siç ndodh rëndom, një sukses momental për një vit, je personazhi që sjell diçka të re dhe që të gjithë flasin për ty dhe pastaj shuhesh. Jo, e dinim që nuk e donim këtë gjë dhe që nuk do ngele aq, kështu që e kishim
studiuar mirë dhe prisnim që po. Sa ju kanë tumbuar juve? Se ju jeni ata personazhet që gjithmonë merrini me detajet e tjera. Por ndërkohë të tjerët janë treguar shumë të ashpër me Aulonën, konkretisht po të pyes ty. Shumë në fakt. Jo shumë. Ka pasur momente, sidomos to portalet janë ato që të përmendim, bëjnë mbasere lajme dhe mund të ketë pasur gjëra që mund të kenë bërë përshtypje dhe mund mos kenë pëlqyer për faktin që nuk janë bërë mirë ose që janë marrë me gjëra për mua të vogla dhe budallalliqe, le ta themi, ta përdorim këtë fjalën, po gjëra të parëndësishme dhe jo. Si reagon ti në raste, për shembull, kur një lajm i caktuar mund të të sënoj ty? Po varet. Mund të ketë gjëra që më mërzisin. Ose pikërisht të mërzisin. Kur e them këtë gjë, kur mua më duket një gjë e vogël dhe një gjë e pavlerë që ti t'i japësh shumë rëndësi edhe mund t'je mërzitur për momentin, për ndonjë gjë, po nuk kam pasur episode të mëdhaja, apo që të kemë bërë ndonjë gjë të madhe dhe të më kenë prekur apo të më kenë cënuar në diçka që mund ta kem shuajtur shumë. I merr me sportivitet të tilla në thojza kritika? Po, në përgjithësi po edhe unë shikoj. Përveç rolit që unë kam si Aulona e Thumbit, unë jam një njeri që kam jetën time dhe që mërzite në momente caktuar dhe që ka momente që mund të më lëndoj një komenti, një gazetari apo një portali apo një publiku, një njeriu që komenton në rrjetet sociale, në Instagram apo Facebook, patjetër që dhe unë mërziten sepse do ishte shumë e bukur të isha kaq e ftohtë. Sot jam mësuar disi, përpara i merrja pak më keq, më personale. Por sot e kam kuptuar që, sidomos puna që unë bëj dhe roli që unë kam, si unë për shumë nuk jam Ariola me sytë e bukur e ëmbël e qeshur që bëj emisionin tek unë edhe njerëzit do më duan, pjesa më e madhe do më duan. Jo, unë jam Aulona e Thumbit që tregohem shpesh edhe keqe, edhe ngacmuese dhe probabiliteti që njerëzit të marrin në natë është shumë i madh. Për shkak sot jam mësuar me këtë fakt edhe e di që edhe do më shajnë, edhe do më kritikojnë. Ajo që për mua është shumë e rëndësishme është që deri më sot çdo njeri që më ka njohur si Aulona e vërtet, më ka njohur mua, jo si Aulona e Thumbit apo si ajo që shikon në televizor apo që dëgjon në radio, nuk ka ndodhur që të ketë, nëse ka pasur një mendim negativ, nuk ka ndodhur që ta ketë vazhduar këtë mendim, po menjëherë ka ndryshuar mendimet dhe për mua kjo është shumë e rëndësishme, sepse realisht Aulona e vërtet është shumë ndryshe nga Aulona e Thumbit. Ai sa shpesh herë, miqtë e mi, ata që janë miqtë e mi prej kohësh, miqtë e mia të ngushta, njerëzit që më njohin që të vogël, që un kam qenë një super palluqe, habitesh në fillim. Sa shumë janë. Njerëzit nuk e besojnë këtë gjë, vetëm ata që njohin e dinë që un kam qenë shumë e turpshme, shumë palluqe, realisht palluqe, që nuk po dilja Aulona. Po, nuk e di, u transformova rrugës, kam përshtypjen që dola në Aulonën e vërtet, sepse fëmijëria ime ka qenë pak e ndrydhur, kam pasur mamën që ka qenë shumë posesive, ka pasur, nuk më linte që të dilja, kishte merak edhe kjo gjë më ndryti disi edhe, po, kjo më bëri që të isha i fëmija që kisha turp për çdo gjë, nuk shkoja blija bukë për shembull, se kisha sikletë dilja jashtë ose të flisej në telefon me njëri nuk bëhe fjalë. Në atë kohë, po flasim për klasë 7, klasë 8, nuk e dini fare telefonat, se jam brez pak më i lashtur. Isha në një shtëpinë kam pasur te Xhaku dhe ka qenë një zonë çik kështu si problematike që ku diun të ngacmon. Jo shumë e sigurt. Dhe unë kisha shoqën time të ngushtë, ka qenë si çund, ajo gjithmonë shoqëronte deri në shtëpi sepse unë kisha frikë. Fal kam qenë kështu natyre, nuk ka lidhje me Aulonën që jam sot. Dhe kur nisa Thumbin, njerëzit që më njihnin atë kohë, habite që thoshin, s'ka mundësi që kjo të jetë e njëjta që ne njohim dhe kemi njohur në fëmijë. Po. Aulon siç më ka njohur për shembull edhe në kohën kur jam futur fillimisht te kafazi art, që isha çik më e ndrojtur, më e përmbajtur edhe njerëzit që më kanë njohur që atëherë pas nuk e bënin dot shumë lidhjen me Aulonën e Thumbit. Kjo llafazane. Në fakt, nëse Fatmën e njohëm prej Thumbit, unë të paktën të kam njohur sidomos nga media e shkruar, apo jo, sepse ti ke punuar për një kohë të gjatë në shtëpinë e shkruar, po, tek Paloma. Tani si erdhi ky takim i parë me gazetarinë, sepse ti vetë ke studiuar për psikologjinë, mos gaboj. Universiteti i parë, dhe pastaj kam kryer edhe masterin për gazetari më mbrapa, kur e vendosa dhe pash që ardha ime do ishte të jepi për të shkruar, çfarë ndodhi? Ka qenë shumë e rastësishme, ka qenë pikërisht prej eksperiencës te kafazi art, kur unë dola që atëherë nga kafazi më kontaktuan për një intervistë gazetarët dhe kryeredaktorja e Palomës. Atyre i kisha pëlqyer aty dhe mendonin që mund edhe ta bëja këtë pjesën e gazetares,
nuk ishin staf, më thanë më testuar njërë, bëra një intervistë, më bëjmën ka qenë intervista e parë me Ermal Mamashin, ai ka qenë personazh, më di kam harruar ka harruar ja them tani u kujtova e kisha harruar, më t'ia thoja këtë Ermalit se jemi takuar disa herë këto kohë. Dhe i pëlqeu intervista, ta provojmë. E kisha me qef, edhe pse nuk e mendoja, thash të bëj një punë, unë kam qenë në vit 2 universitet atëherë, dhe mendoja se një punë momentale, sepse psikologjinë e kam dashuruar gjithmonë dhe veten time është koja vetëm në atë fushë. Pastaj fillova më hyri në qef, e pash që bëja për këtë punë. Tani psikologji nuk e sheh fare si një alternativë të mundshme për ta ushtruar si profesion. Tashmë jo. E ushtroj shpesh aty me stafin, me njerëzit e mi, të gjithë thonë që unë jam një dëgjuese shumë e mirë, po për mua shumë e rëndësishme, unë kam qenë gjithmonë një shefe, nëse s'pëlqen fare ta përdor këtë fjalë, po shumë misore. Jam për këtë mënyrë të qenit shefe dhe të qenit në krye të një gazete, portali, emisioni, që ti të kesh truash marrëdhënie misore me stafin tënd, mendoj që është mënyra më e mirë dhe që ti motivon më shumë në këtë formë. Edhe kur kam problem, shumë i di gjitha problemet e stafit tim, çfarë kanë? Probleme dashurie, probleme në familje, të gjitha dhe po, dhe madje tallemi ndër me shaka, se kemi ca shkallë aty edhe kur vjen ora që duhet ikim për punë, thonë ndonjëri që wow, si shpjegoj që Alona s'ka dalë me asnjërin sot e shkallët që ti çaj hallet. Kështu që le të themi që po, një lloj dhomë rrëfimi, le të themi që e praktikoj profesionin e psikologes në rrethana në këto kushte të jetës përditshme, po tashmë është shumë vonë, unë e kam... Je fokusuar diku tjetër. E kam një profil dhe është gazetaria dhe aty do më bez dhe në fund tani çfarë nuk ndodh, nuk e dihet se çfarë më ndodh deri në fund jetës, po. Aty shpresoj të paktën me dëshirë dhe me zemër do t'jesh aty. Ja, u kthyem. Kështu, bam. Pa përgatitur. Gjithmonë pa përgatitur. Nuk do më bëni një surprizë këtu që do të fikët. Jo, aq shumë nuk shkoj. Tani të shohim gjithmonë me Fatmën. Këtë Fatmën e ke kolege shumë të mirë apo është edhe shoqja jote më e mirë? Nuk mund të ishte kolege shumë e mirë, nëse nuk do ishte një mikesh shumë e mirë. Është gjëja për cilën ndihem më me fat, që kam Fatmën kolege, dhe patjetër shoqe, biles para disa ditësh që bëra një dedikim shumë kapi në Instagram. Kishte një ditë në gjë pa? Jo, thjesht rri dhe mendoj për gjithë të vite që jemi bashkë edhe se sa mirë ka shkuar marrëdhënia jonë, dhe që në punën që ne bëjmë, fakti që jemi që gjithë kohës bashkë, do ishte shumë e vështirë nëse ne nuk do ishim mikesha dhe nuk do ishim të sinqerta dhe nuk do kishim këtë marrëdhënie që kemi me njëra tjetrën. Keni pas ndonjëherë një krizje, një përplasje shumë të fortë? Krizje jo, përplasje, debate për momentin kur jemi në mbledhje apo kur diskutojmë për ndonjë gjë që mund të arrijmë edhe në tone shumë të larta. Kush fiton zakonisht? Zakonisht fiton Fatma. Ajo është një dem në horoskop edhe është tamam dem, do që të shkoj ajo e veta, ndërsa unë jam një shigjetar i butë që... Ndonjëherë hap edhe rrugë. Ndonjëherë gjej shumë të lehtë hap rrugë edhe se kam problem fare që tjetri... Edhe të pranë në gabimin tim, por edhe në ato raste kur mendoj që tjetri ka gabim, po e shikoj që për të është shumë e rëndësishme, them okej, në rregull. Tani, të vendosësh dhe të kritikosh të tjerë, sigurisht që nuk është e thjeshtë nga ana tjetër, ju keni sjellë në vëmendje disa pika të rëndësishme të mos funksionimit siç duhet ndoshta të disa elementeve apo të disa artistëve në tregun shqiptar. Sipas teje, çfarë nuk shkon sot në estradën, siç e thonë kosovarët shqiptar apo në showbiz? Gjëra që nuk shkojnë, dhe kjo është e përgjigje shablon, që kur ma japin mua të ftuarit unë urrej dhe nuk e di pse edhe as tani. E presim. Jo, nuk presim asgjë. Po është kjo që të vjen në mendje kështu. Përgjigja e parë, po se showbizi shqiptar. Çfarë ofron sot media shqiptare? Po bën. Shiko, portalet e kanë shkataruar për mendimin tim gazetarin. Unë drejtoj vetë një portal, jam kryeredaktore në Blitz.al dhe qëllimi kryesor që i vun vetes bashkë me Fatmën ishte që të mos bëshim si gjithë të tjerët. Patjetër që ti do ta shesësh një lajm dhe një personazh me anë të titullit, sepse është edhe unë vetë para, edhe pse e di se si funksionojnë prapë gënjem nga një titull që është bombastike. Puna është që mos të pjesh në banalitet në nivele të frikshme, si që janë pjesa më e madhe e titujve sot për portale, shiko ku ja futi gishtin ky kësaj, shiko se si kruan hundët kjo, është e tmerrshme kur e mendon, dhe mos kur e shikonte nga portale që janë mbajtur gjithmonë
si nga media më saktë serioze, që kanë qenë media të shkruara, tashmë janë shndruar në portale. Këtë gjë nuk kemi refuzuar ta bëjmë edhe nuk do bëjmë asnjë kompromisa të tillë. Për mua ky është problemi kryesor i medias, që po abuzohet shumë. Dhe me faktin që bëhen personazhe njerëz që nuk kanë realisht asnjë lloj talenti, vlere. Jo të mosdëshmërisht, talent po talent mund të jesh siko. Kim Kardashian nuk kishte asnjë lloj talenti kur u bë e famshme dhe saj. Po, kishte një talent që e shiti shumë mirë figurën dhe sot jetojmë në kohën e rrjeteve sociale. E vërtet. Dhe ti mund bëhesh i famshëm dhe duke mos pasur asnjë talent, dhe ky më beso është një talent në vetvete dhe është shumë talent. Të dish si të menaxhosh veten kaq mirë saqë të shndrohesh në një ndër njerëzit më me influencë në botë pa pasur asnjë gjë të veçantë. Kështu që unë nuk jam për këtë pjesën e paragjykimit që dhe shpesh e themi që po jo, nuk duam njeriu nuk do vetëm art, vetëm kulturë, vetëm vlera, sepse ti je shumë i lodhur dhe i ngarkuar nga ata e përditshme sa që në ditës do gjëra të lehta që ti e shikon e konsumon e harron dhe kaq. Por e rëndësishme është vetëm që mos të bijem në nivele banaliteti dhe bastardimi që pastaj të shpifet vetja, apo ku diun ai njeriu me cilin je në krah dhe ti hap dhe lexon këtë lajmin apo shikon atë gjë në televizor që thua pse më fal duhet bërë deri në këtë pikë. Puna është ta shesësh dhe atë personazh mund të jetë një personazh shumë banal, po të dish ta shesësh në një mënyrë fine, pa e bërë, sepse kjo është një gjë që unë kam problem shumë. Ku diun një këngëtare që një personazh po themi, një njeri që këndon, që nuk ti them as këndon apo një njeri që pëllet, mund të themi. Ti thua që dhe tani kemi të ftuar këtë këngëtarin e zakonshme me kaq shumë hite me. Jo. Ti thua që ky njeriu pëllet, nuk këndon. Pavarësisht se mund të ketë talente të tjera. Shite me prapanicë, shite me gjok sepse ashtu ka zgjedhur ata shisi veten, po mos e shit për atë që nuk është. Je marrë me media në shkruar, je marrë me televizion, merresh edhe me radio, prej shumë kohësh. Cilën nga këto pjesë bën me më shumë dëshirë ndoshta? Të vështirë. Sepse nuk i ndan dot. Po, sepse nuk i ndan dot, sepse secila ka të mirat e veta, të këqijat e veta. Radio është shumë rehat, dua shumë radio më ndihmon shumë. Ne filluam në Radio Energy me Silikonin, përpara se të fillojmë. Prej 5 vitesh kam përshtypjen që 5 vjet, po bëjmë 6 tani. Së shpejti. Po, bëjmë 6 vite. Kështu që radio shumë e mirë se ka komoditetin e saj, por më pëlqen televizion. Dua televizionin dhe po. Në vërtet. Ndërkohë sa i përket medias së shkruar, ke hequr një çik dorë apo? Jo, nuk kam hequr dorë, për sa kohë media shkruar tashmë nuk është s'kam as media të shkruar tamam. Edhe të printuar, po, më tepër se sa e vërtet. Më pëlqen, absolutisht më pëlqen shumë edhe jam shumë e kënaqur me Blitz Pikalin, por televizioni është ai që mbam vendin e parë fare. Unë kam përgatitur disa pyetje të shkurtra, më tepër do doja disa emra personazhesh në lidhje me se nuk mund të lija kështu nga ty pres shumë. Pra të shkoj shumë mirë, ishte shumë bukur. Po pritet ta mbyllim, jo, tek cili emision ti nuk do të shkoje kurrë edhe po të ftoni? Se ti, kam shpesh në emision politik, ku nuk je shumë e fushës. Po, ku nuk kam ide dhe në përgjithësi në këto emisionet që ndërtojnë panele dhe thonë hajde po marrim dy kësa për të thënë diçka, ndërkohë që ti nuk ke shumë ide në asaj teme dhe thjesht refuzoj që të shkoj, sikur s'kam gjë për të thënë, nuk se jam as nga ato që shkoj për të nxjerrë shalë. Aulona gjithmonë ka diçka për të thënë. Nëse, cili do të ishte personazhi që ti nuk do ta ftoje kurrë në programin tënd? Okej, më thua një tipologji të caktuar që ti nuk do doje ta kishe pjesë. Është shumë e vështirë të ftosh atë personazh, të kesh në vizën të personazhe që nuk flasin, që ti e di a priori që janë të vështirë dhe që do të nxjerrin shkumën, por që ndonjëherë duhet t'i ftosh sepse i do publiku edhe s'ke ç'a të bësh. Edhe klikohen në fund të ditës. Cili është ai personazh që ti ndoshta e ke sulmuar apo bashkë me Aulonën e keni sulmuar në thojza me Fatmën pa drejt. E keni sulmuar pa të drejtë dhe ndoshta ju ka vrarë pak ndërgjegja më pas. Ka patur një të tillë? Jo. Që ke zbuluar që është njeri mirë që... E di, ndonjëherë më ka ardhur keq sepse mund të jetë marrë si një sulm, unë Dafina Zeqirin e dua shumë. Mendoj se ajo është më e mira.
që kemi për momentin në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni. Dhe ndonjëherë... Ka me thënë ajo era i strefi, kod vajte aty kë vajti? Edhe era, pa diskutim, që edhe era shumë e mirë, po Dafina ka shumë vite dhe është një lidhje që në fillimet e veta që ka dalë aty me baterit, për shumë që shumë njerëz nuk e njihnin, unë e kisha qef, e dua shumë Dafinën. Dhe ndonjëherë më ka ndodhur për shembull që edhe fansa Dafinës më kanë shkruar, më kanë thënë që po pse e ke ngacmuar në thumë dhe shkrijuar për shtypja, sikur kemi ndonjë lloj antipatie, po sikur nuk e vlerësojmë Dafinën, ndërkohë që siç e thash, Dafinën e dua shumë dhe po më jepet të rastit ta them se nuk jam thënë ndonjëherë këtë. Po Dafina është një personazh shumë pozitiv, nga ato njerëz që ti mund të bësh batuta e gjëra dhe thjesht nuk e vret mendjen, edhe mbase prandaj edhe e kemi ngacmuar një çik më shumë se duhet. Cilin do të konsideroje më të, ndoshta fjala e dur nuk do të ishte i urryeri, po një personazh jo, ndoshta antipatik pak. Antipatik është fjalë e vogël, do të thënë një personazh ignorant, dallkauk, të trash dhe të paaft edhe po, Blera. Seriozisht? Po, seriozisht. Kaq hapur? Po. E ke patur në herë në intervistë dhe diçka ka ndodhur? Jo, është thjesht është fjala ignorant, mendoj që i përshtatet më së miri. Pastaj kushdo mund të hyjë dhe të kërkojë dhe të hulumtojë dhe të arrijë në konkluzione pse unë po e them këtë gjë tani këtu. Okej. Cili është më... Ja me mirë, ta bëra lajmin Ariola. Faleminderit shumë Aurora. Cili është më i dashuri ose më simpatiku për ty? Ka shumë, realisht ka shumë. Enca për shembull është një nga ato personazhe që e sulmojnë shumë Encën. Edhe më vjen keq, unë Encën e njoh që në fillimet e saj, kur ka nisur karrierën, kam qenë e para, madje mund të them që i ka bërë intervistë kur ishte 15-16 vjeç, akoma e re dhe donte me ngul që të bëj kjo që sot. Dhe po, ja ka arritur qëllimit dhe mund të themi që është, nuk dua të hyj këtij debatit është self-made apo jo, po Enca e ka dashur shumë dhe ka punuar shumë dhe mendoj që e meriton të jetë këtu ku është sot. Dhe unë Encën e dua realisht shumë. Është Ermal Mamaç, një nga ato personazhe që është gjithmonë pozitiv, i qeshur, i dashur, pastaj i preferuar im në absolut që e kam ndjekur që kur kam qenë fëmijë është Flori Mumajesi. Mund ta them prapë që kohën e The Dream, sa kur ka dalë në atë kohën e ndiqja, bëja sherr me mamën sepse nuk më lindja të shkoja në koncertet e The Dreamsave dhe unë ndiqja nga do dhe kemi qenë në një periudhë komshi në kombinat dhe detyroja mamin e Florit të merrte mamin tim që t'i mbushte mendjen që të më lindte të shkoja në koncertet. Dhe mendoj që është në absolut kompozitori, producenti, këngëtari, kantautori më i mirë që kemi. Cili është personazhi që ka ndoshta më pak komplekse, në sensin që flet pa doreza, përveç teje? Ronela Hayati është një personazh që gjithmonë jam shumë komode kur jam në intervista me të, sepse nuk ka fare probleme dhe është shumë okay, shumë pa doreza. Ermal Mamaçi prapë është një nga ata personazhe. Po të pyes të kundërtën, cili është me më shumë komplekse? Pjesa më e madhe janë me komplekse. Ka filluar të ndryshoj disi tani kjo mundësia, sidomos kur janë përballë meje dhe Fatmës, që e din, në momentin që vinë në një intervistë me ne, e din se çfarë i pret. E kanë kuptuar, po. E di që është e rëndësishme, e kanë kuptuar që nuk kemi asnjë lloj keqdashje dhe kjo është shumë e rëndësishme, jam shumë e lumtur që ja kemi arritur kësaj dite. Kështu që tregohen edhe pikërisht për na treguar edhe publiku që shiko se ne nuk kemi ndonjë kompleks, çlirohen ndonjëherë ai sa na surprizojnë. Kështu që se di tani të them ndonjë emër, por mendoj që personazhet shqiptar kanë përgjithësi akoma komplekse. Duke filluar që nga pjesa që thon për shumë përpara më nis pyetje, po dua ti shikoj, po jo. Ishte këtë Çilieta është një personazh që unë e dua shumë edhe është pa komplekse dhe është shumë e mirë. Çilieta është fantastike. Një personazh që po, që nuk konsumohet asnjëherë. Dhe po të pyes edhe të fundit fare, neve na ndodh në fakt gjatë intervistave, unë dhe ti e di mirë që disa personazhe të anullojnë në moment të fundit, nuk tregojnë korrekt. Kë do të konsideroje më pa korrektin ose që ka shkuar në ekstreme? Na ndodhi, falësh një episod që po e tregoj, na ndodhi në puntatën e dytë të Thumbit me Alban Ramosaj. Alban është sërish një nga ata këngëtarë të rinj që unë e dua shumë dhe mendoj që është shumë i talentuar dhe që ka për të pasur shumë suksese, që mund kemi pasur një marrëdhënie shumë korrekte me të, më shpërgjigjur në kohën kur ishte te Paloma, i çoja pyetjet mëngjes, ai në drek maksimumi më i sillte.
s'kishin probleme të tilla. Festojnë se 1 vjetorin i telefonuam të nesër, i tham bëjmë një intervistë lezetshme tani që u bër me temën, tani që u bëra 21 vjeç. Okej, tha shumë mirë, po nesër të lutem sot jam akoma kështu nga ditëlindja, e lam çdo gjë. Si duket e kishte vazhduar 2 ditë. Ne bëm regjistrimin, base nuk e di se ç'a ndodhi. Ne bëm regjistrimin e emisionit dhe anotuam. Deri që të nesërmen kishim lënë intervistën me Albanin, Albanit nesërmen se hapi telefoni gjithë ditën, derisa në darkë u përgjigje tha që jo, po shikos unë sot ta bëj këtë intervistën. U mërzitën se kishim bërë pjesën e regjistrimit dhe kishin anoncuar, domethënë që duhet të ndryshonim, të ta bënim dhe nga e para dhe u mërzitën me thënë drejtën, ishte Fatma ajo që komunikoi dhe pati një kështu tregua pak e ashpër, sepse unë e kuptoj pjesën ku një personazh nuk do të vi. S'dua, nuk e ndjej për momentin, s'kam ç'a them, jam i lodhur, nuk kam nerva. Tregojmë sinqert dhe më kuptojnë, e lëm për një moment tjetër. Po kur të do vi, ta bëjnë sigurt dhe pastaj as nuk ta hapin telefonin për shumë orë dhe në fund pastaj kujtohen, kjo është shumë e keqe, po Albanin e duam shumë, pastaj një javë mbrapa kishim Beatrixën të ftuar edhe kështu si familje i duam. Ta dëgjona dhe Ramosa, zot jam për shumë i dua shumë të gjithë tani, të mërshme. Dëgjoj, nuk e ke mirë kështu. Alona, shumë faleminderit, ju uroj shumë suksese me sezonin tuaj të ri në ABC News dhe edhe një herë ditën në shtunë nga ora 18 deri në 19. Ishte kënaqësi shumë e madhe dhe u kënaqa shumë. E dija se unë të kam ndjekur dhe e dija që do më jepje këtë kështu ndjesinë e rahatisë edhe si në shtëpi. Si në shtëpi. Faleminderit shumë. Faleminderit ty Knesi. Edhe bashkë do të ndahemi këtu, do të shihemi të shtunën tjetër me mua, do të shihemi në orën 15 në INTV. Deri atëherë kaloshi sa më bukur. Ciao.